Përshëndetje dashur miq, ju mendoni se jemi në aeroportin e Rinasit, nuk jemi në Rinas. Kjo ndërtesë në dukje moderne është simbolika e shpopullimit dhe e shfarosjes një populli. Ata ju thonë se është simbolika e turizmit dhe e miliona turistëve që vinë këtu. Në fakt, kjo është simbolika e rënies së një populli në ajër, një lloj siç zhduken fletët dhe gjethet e pemëve në një kohë stuhie të rrezikshme. Kemi ardhur këtu sot bashkë me stafin ton për t'i dhënë fletpalosjet tona, për t'i dhënë lëvizjen atë dheu si ofertën e fundit, për të dërtuar garancinë që ky popull të mos zhduket dhe të mos zhbëhet. Kjo ndërtesë në dukje e ngrohtë është e akullt sepse zemrat këtu shpeshojnë më shumë se valixhet. Valigje të cilat rrotullohen për t'u larguar dhe pa e ditur se kur do të kthehen më. Prindër, nëna dhe baballar të moshuar, të cilët me syt me lot përcjellin fëmijët e tyre. Atje jashtë, përballë avionëve, është flamuri kombëtar i cili valvitet rënd duke përcjell bijtë dhe bijat e vet, të cilët largohen me shpresë, por pa e ditur nëse do të kthehen një ditë apo s'kan për t'u kthyer më kurrë. Dhe ne, nga lëvizja e dheu pyesim, nëse do të kthehen, a do të gjejnë më vend këtu në Shqipërinë e tyre? Ky është momenti të merrni vendimin e madh. T'ja tregoni gjithë bijve dhe bijave të Shqipërisë, këtu në Shqipëri, në diasporë dhe në Mërgat. Kjo është ndërtesa e akullt që simbolizon zhdukje në një kombi nga një klasë bastarde politike e cila ka 34 vjet që ju mashtron, ju gënjen dhe po ju lë nënat vetëm, baballarët vetëm. Jemi në censur të plot, jemi në bojkot të plot lëvizja e dheu me numrin 3. Do t'i shkatërrojmë të gjithë bashkë bastardët, anti-shqiptarët, shqipfolcit, levat e Beogradit dhe të armiqve të shqiptarisë, të cilët e kontrollojnë këtë vend dhe këtë kombë në të gjitha zyrat e tij të rëndësishme. Ju sot e merrni vendimin. Ne nuk do të pushojmë për një muaj. Do të jemi në Rinas, në aeroport, do të jemi nëpër Tiranë dhe kudo. Do të jemi për takuar shqiptarët dhe këtu tek ndërtesa simbolika e shkatërimit dhe e zhbërjes një kombi. Do të vazhdojmë